A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet dhe lavdrimet I takojmë vetëm Allahu xhaleshanu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Nga Allahu kërkojmë falje për gabimet tona dhe për gabimet e veprave tona. Kanë të uzon Allahu nuk ka kush që mund ta humbë, dhe kanë të humbë Allahu nuk ka kush që mund ta uzoj. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe I dërguar I Tij. Përshëndetje tona me selam ja dërgojmë Muhamedit a.s., familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, në ligjëratën e sotme do të flasim disa fjalë për gjendjen e atyre njerëzve të cilët po harrojnë Allahun xhaleshanu pas Ramazanit. Edhe pse jemi në ditët e fundit të muajit Ramazan, ditët po I kalojmë duke agjeruar Ramazanin, ndërsa natën po e kalojmë duke adhuruar Allahun xhaleshanu. Po bëjmë veprat e mira në mënyrë që kur të dalim para Allahu xhaleshanu, Allahu xhaleshanu të na shpërblej për ato veprat e mira. Po ashtu, po friksohena nga dënimi Allahu xhaleshanu dhe po ruhemi nga ato vepra të këqija në mënyrë që mos t'i bëjmë para Allahu xhaleshanu. Kështu janë edhe ditët e jetës sonë. Kështu kalojnë periudha pas periudha duke na afruar drejt ahiretit. Kështu po kalojnë edhe ditët e jetës tonë, duke na çuar drejt e xhelit, duke na shkruar të gjithë veprat e mira dhe të këqija, për të dhënë llogari para Allahu xhaleshanu atë ditë kur të gjithë do të japin llogari. Allahu xhaleshanu po thot në Kur'an: "Keni frikë ditën kur çdo kush do të gjej përpara atë që ka vepruar mirë dhe atë që ka vepruar keq, duke dëshiruar që midis tij dhe të keqes së tij të ketë një distancë shumë të madhe." Muaji I Ramazanit ishte shansi jon që të kthehemi Allahu xhaleshanu me pendim dhe me veprat e mira, të edukohemi në veprimin e veprave të mira dhe të urrejmë ato të cilat I urren Allahu xhaleshanu, të kundërshtojmë nefsin ton, I cili është fort I prirur për të bërë keq. Dijeni se ju nuk u ndat nga ky muaj vetëm se I bëhet adhurimet gjëja më e dashur e zemrave tuaj. Po ashtu I bëhet mëkatet gjëja më e urryer e shpirtit tuaj. U edukuat me moral të lartë dhe kuptuat vlerat e jetës dhe të adhurimeve. Tani, pasi që po kalon Ramazani, të mos I kthehemi mëkateve, për arsye se Zoti I Ramazanit është edhe Zoti I muajve të tjerë. Të mos I kthehemi mëkateve, se prej shenjes së pranimit të këtyre veprave të mira, të cilat po I bëjmë ne gjatë muajit Ramazan, është pasimi I atyre të mirave jashtë Ramazanit. Po ashtu, kthimi në mëkate pas pendimit të cilët e kemi bërë gjatë muajit Ramazan, është shumë mëkat I madh. Të kemi frikë nga Allahu xhaleshanu, se të gjithë veprat tona do të grumbullohen, të gjithë të mira dhe të shumtuarat, dhe do të japim llogari para Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu në Kur'an po thot: "Atyre të cilët u rëndohet peshorja e veprave të mira, ata janë të shpëtuar, ndërsa ata të cilët e kanë peshorën e veprave të mira, e kanë të lehtë, ata janë në një humbje të thellë dhe ata do të jenë në xhenem përgjithmonë." Edhe pse po kalon Ramazani, para nesh kemi sezone të cilat na përsëriten çdo ditë dhe çdo natë. Ai është namazi të cilin Allahu xhaleshanu na obligoi neve, në mënyrë që ne t'i nënshtrohemi Allahu xhaleshanu, ta falenderojmë Allahun xhaleshanu dhe të kërkojmë mëshirën e Allahu xhaleshanu. Prandaj, përgjigjuni thirrjes së Allahu xhaleshanu, sepse namazi të cilën e bëjmë për Allahun na shpëton neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Ndërsa ata të cilët
nuk e përfillin obligimin e Allahut xhaleshanu, nuk e kryen obligimin e Allahut, ata janë në një humbje të thellë dhe do t'i pret një dënim shumë i madh. E kush nuk i përgjigjet thirrjes së Allahut, pra po bën kanë një gabim shumë të madh, sepse Allahu xhaleshanu gjatë Ramazanit pa adhuron, ndërsa pas kalimit të Ramazanit ai pa harron. Po ashtu, para nesh kemi një ditë e cila është e veçantë, të cilën Allahu xhaleshanu e veçoi umetin e Muhamedit alayhis salam. Ajo është dita e gjimo. Në të gjendet një orë, nëse robinin e takon Allahu xhaleshanu duke u lutur apo duke i kërkuar diçka Allahu xhaleshanu do t'ja jep atë të cilën e kërkon robi kashi Allahu xhaleshanu. Po ashtu, para nesh kemi sezone të cilën na përsëriten çdo ditë dhe çdo natë, në mënyrë që të kërkojmë falje tek Allahu xhaleshanu, në mënyrë që të kryejmë obligimet e Allahu xhaleshanu, sepse Allahu xhaleshanu është i pasur, ndërsa ne jemi të varfër. Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë për ne, po ne kemi nevojë për Allahun xhaleshanu. Depotë Allahu xhaleshanu janë të mbushura, ndërsa ne jemi ata të cilët kërkojmë që Allahu xhaleshanu të na mëshirojë, të na shpërblej neve për të gjitha ato veprat të cilat po i bën ne. Po ashtu, Allahu xhaleshanu është pasanik, nuk ka nevojë për ne, po ne kemi nevojë për Allahun xhaleshanu, si në Ramazan, po ashtu edhe jashtë Ramazanit. Ndërsa, si është gjendja atyre, të cilët Allahun xhaleshanu gjatë muajit Ramazanit e adhuruan, ndërsa pas kalimit të Ramazanit, Allahun xhaleshanu po harrojnë. Kur u pyetën të parët tanë në lidhje me këta njerëz, të cilët Allahun xhaleshanu po adhurojnë, ndërsa pas kalimit të Ramazanit po harrojnë, thanë, sa njerëz të shëmtuar janë ata, nuk e njohin Allahun xhaleshanu vetëm se në Ramazan. Xhamiet në Ramazan po janë të mbushura, ndërsa pas kalimit të Ramazanit ato po zbrazen, sikurse me nuk kanë nevojë për Allahun xhaleshanu, sikurse për ta obligimet u anuluan, ndërsa haramet u lejuan. Kërkojmë falje tek Allahu xhaleshanu prej devijimit pas udhëzimit dhe prej kufrit pas besimit, sepse Allahu xhaleshanu po thot: "O ju që keni besuar, binduni Allahut dhe binduni të dërguarit e tij, dhe mos i çoni dëm veprat tuaj." Ashtu, sikurse veprat e mira na fshin mëkatet, po ashtu edhe veprat e këqija na fshin të mirat tonë. Thuhet se një mëkat pas pendimit është më i rënd se 70 herë para tij. Transmetohet se një prej teparëve tanë, para se të vijë vdekja, qante dhe kur të pranishmet e pryten, pse po qan, apo friksohesh prej vdekjes, tha jo vallai, po qaj për ato net të cilët me kanë kaluar, duke mos mundur që të fal namaz nafilen e to, ndërsa po qaj për ato ditë të cilët nuk ka mundur të agjeroj agjerim vullnetar në to. Këta njeri në prag të vdekjes, po e brengas pse nuk mund të fali namaz, pse nuk mund të agjeroj Ramazan, ndërsa si është gjendja atyre të cilët Allahu xhaleshanu nuk ja kryen obligimet. Këta besimtar pra po e vrinte ndërgjegja atij, pse nuk mund të fali namaz nafilen e to dhe të agjeroj agjerim vullnetar në to, dhe parashtrohet pyetja se si vallë është gjendja atyre të cilët nuk ja kryen Allahu xhaleshanu farzet e tij. Këtë muaj duhet të përcjellim me kërkim të faljes dhe me shpresë se Allahu xhaleshanu të na pranuar të gjitha veprat tona. Përcillet se të parët tanë e lutshin Allahun xhaleshanu 6 muaj ditë që Allahu xhaleshanu t'ja mundsoj që të arrijnë muajin e Ramazanit, ndërsa pas kalimit të Ramazanit ata e lutshin Allahun xhaleshanu 6 muaj ditë që t'ja pranoj ato veprat e mira, t'ja pranoj ato adhurimet të cilët ja bën Allahu xhaleshanu në Ramazan, duke falur namazin, duke dhënë zakatin, duke lutur Allahun xhaleshanu. Pra e lutshin Allahun xhaleshanu vetëm e vetëm që t'ja pranoj këto veprat e mira. E gjithë jeta atyre ishte Ramazan, si në fillim po ashtu deri në fund. O robër të Allahu xhaleshanu,
Allahu xhaleshanu po na obligon që Ramazanin të përcjellim me tekbire, Ramazanin të përcjellim me falënderime ndaj Allahu xhaleshanu. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot se pasi të përfundojmë Ramazanin, të agjerojmë edhe 6 ditë të muajit Sheval. Transmeton Imam Muslimi, Allahu e mëshiroft, në librin e tij një hadith të transmetuar nga Ebu Ejub el Ensariu, i cili ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili e agjeron muajin Ramazan, pastaj e pason atë me 6 ditë të muajit Sheval, është sikurse të ketë agjeruar tër vitin. Në përsëritjen e agjerimit pas Ramazanit ka dobi shumë të shumta. Njëra prej dobive të tyre është se agjerimi pas muajit Ramazan është sikurse namazi nafile pas namazit farz. Me të Allahu xhaleshanu ja plotson ato mangësi të cilat i ka bërë gjatë Ramazanit. Në agjerimin e 6 ditëve të Shevalit, ashtu sikur njerëzit që i kanë ato obligative të cilet nuk i kryen dhe i harrojnë ato, agjerimi i muajit Sheval ja mundeson që ato gabime të cilet i bëjmë gjatë Ramazanit, Allahu xhaleshanu t'ja fal ato mangësi. Po ashtu, prej dobive tjera është sa përsëritja e agjerimit pas Ramazanit është shenjë e pranimit të asaj vepre të mirë të cilën e kemi bërë gjatë agjerimit. Pra, pasimi i një të mirë, me një të mirë tjetër është shenjë asaj të cilën e ka pranuar Allahu xhaleshanu. Prej dobive tjera është se përsëritja e agjerimit pas muajit Ramazan është shenjë falënderimi ndaj Allahu xhaleshanu për të gjithë ato mirësi të cilët Allahu xhaleshanu na ka dhënë gjatë muajit Ramazan, është një falënderim për gjithë ato të cilat Allahu xhaleshanu na ka mundsuar që t'i arrijmë gjatë muajit Ramazan. Prej begative po ashtu është se përsëritja e agjerimit pas Bajramit aludon në atë se robëri nuk është lodhur gjatë agjerimit dhe ai është mërzitur me kalimin e muajit Ramazan dhe pe adhuron Allahun xhaleshanu edhe pas muajit Ramazanit. Pra, këto vite, këto muaj dhe këto ditë po kalojnë shumë shpejt. Pra, i vetmi i cili nuk vdes kur është Allahu xhaleshanu. Ai është gjithnjë prezant me dijen dhe me diturinë e tij. Allahu xhaleshanu na di neve çdo vepër të cilët e veprojmë. Pra, të veprojmë mirë ka shi Allahu xhaleshanu në mënyrë që veprat tona të na pranohen dhe veprat tona të mos na refuzohen, sepse Allahu xhaleshanu po thot në Kur'an: kush bën mirë, e bën mirë për dobinë e vet, ndërsa kush bën keq, e ka në dobinë e vet. Pra, Allahu xhaleshanu nuk i bën padrejtësi askujt. Pra, nuk kalon asë një ditë prej jetës e muslimanit, vetëm se me në te ka mundësi të falenderoj Allahu xhaleshanu dhe të afrohet tek Allahu xhaleshanu. Prandaj o musliman, falenderoni Allahu xhaleshanu për këto begati dhe shfrytëzoni ato në nënshtrim ndaj Allahu xhaleshanu. Edhe pse jemi në fund të Ramazanit, ditët dhe netët po i kalojnë duke adhuruar Allahun xhaleshanu. Ata ta pasojmë edhe pas muajit të Ramazanit, sepse durimi në kohë provash është shumë i madh. Po ashtu durimi në adhurimin e Allahu xhaleshanu dhe durimi ndaj ndalesave të Allahu xhaleshanu është shenjë e robërve të devotshëm. Të mos e zaventësoj askush atë të cilën e do Allahu xhaleshanu, me atë të cilën nuk e do Allahu xhaleshanu, në mënyrë që Allahu xhaleshanu me pas t'ja mundsoj ati të shkoj drejt veprave të cilët Allahu xhaleshanu rran atë. Të mos shkojmë pas gjurmëve të shejtanit, të mos e ndjekim atë, sepse obligimi i tij është që të na largojë neve nga rruga e Allahu xhaleshanu, që të na zbukurojë neve epshët, në mënyrë që të ndjekim ne ato, atë të cilët ai nuk arriti në muajin Ramazan, sepse ishte i prangosur, ai mundohet që të arrijë jashtë muajit të Ramazanit. Sufjan ibn Abdullah transmetohet se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: o i dërguari i Allahut, më thuaj një fjalë të mos e pyes me askënd pas vdekjes tënde. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: thuaj besova në Allahun xhaleshanu dhe përqendrohu në të. Allahu është ai i cili duhet të adhurohet në çdo vend dhe në çdo kohë. Ai është që i cili ne detyrohemi të nështrohemi vetëm Allahu xhaleshanu, sepse Allahu xhaleshanu po thot në Kur'an: dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja.
Komentuesit e Kuranit, kur e kanë komentuar këtë ajet, kanë thënë se e gjithë koha jonë duhet që të jetë që të adhurojmë Allahun xhaleshanu, t'ia kryejmë obligimit Allahut xhaleshanu dhe mos të lejmë as të një ditë duke harruar Allahun xhaleshanu. Ndërsa Hasan el Basriu, Allahu e mëshiroft, po thot për besimtarin e gjithë koha është pra Ramazan, e gjithë koha ati është për të adhuruar Allahun xhaleshanu. Nuk kalon as të një ditë që ai guxon që të mos adhuroj Allahun xhaleshanu. Të nderuar vëllezër dhe motra, dijeni se me këtë adhurim që ja bëni Allahu xhaleshanu, do të jeni të lumtur dhe do të jeni të gëzuar gjithmonë, ndërsa ju, nëse e pasoni epshin tuaj, nëse e pasoni ato vepra të cilat Allahu xhaleshanu na ka ndaluar, atë nuk do të gëzoni, nuk do të lumturoni, sepse ato nuk janë gjëra të cilat e kënaqin Allahun xhaleshanu. Sikur ta dinit ju se kjo botë është shumë e shkurtë, të gjithë jeta juaj do të shkonte vetëm duke adhuruar Allahun xhaleshanu. E lutim Allahun xhaleshanu të na bëj për atyre të cilët e përmendim Zotin gjithmonë dhe pajanda. E lutim Allahun xhaleshanu të na ketë pranuar Ramazanin dhe të na ketë pranuar të gjithë veprat tona të mira.